Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndëruar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, jemi edhe sonte, alhamdulillah, së bashku në takimin e radhës në këtë transmetim të drejt për drejt. Sonte do të hapim linjën e komunikimit me juve që nga fillimi i emisionit. Andaj përmes numrit të shfaqur në ekran të juaja mund të inkuadroni në emision që nga tani me pyetje juaja dhe sugjerimet apo çka do që ju intereson në kuadër të këtij emisioni. Sot do ta bëjmë pyetje përgjigje e pastaj inshallah vazhdojmë përsëri me rrjedhën e emisioneve tona. Ky është i dërguari im. Kështu e kemi bënë një zakon të vazhdueshëm që ko pas kohe t'ia kushtojmë tër emisionin pyetjeve që vijnë nga ana e juaj. Nuk e pas parasysh se shpesh herë ka telefonata që mbeten të pa inkuadruara, mbeten pyetje që janë dërguar nga mesazhet e që nuk janë lexuar, andaj që gjitha këtyre të japim një hapësirë dhe të japim përgjigje inshallah që të jemi në hap së bashku me juve, ko pas kohe veçojmë emision me pyetje dhe përgjigje. Deri sot na bëhet me dije nga regjia se ka telefonat të ndëruar shikues, dua të lexoj disa nga pyetjet që kanë përmes mesazhit. Thotë, më ka vdek vëllai para 3 javësh, po s'jam hiç mirë, po mbin lloj mendimesh, po lutna, po prap s'po gjera atij askund. Allah e kam pas shumë për shpirt, i lutem në këshill. Fillimisht, lutë Allah xhallahu ala që më mëshiru vëllain ton, që këtë fal mëkatet, që Allahu xhallahu ala të shpërblen me xhenet e t'ju bashkon së bashku ditën e gjykimit në xhenet. Vdekja të afërmit është sprovë, madje është sprovë e madhe, veçanërisht e dikujt si në këtë rast vllaut. Vllau është realisht pjesa e pandashme e jotja e ime atij, motra gjithashtu. Për shkak se keni ndonjë bark së bashku, keni ndonjë sofër së bashku, kujtimet e keni së bashku. Andaj vllau realisht është pjesa më e afërt e gjakut, si edhe motra gjithashtu. Prandaj nuk është lehtë me përballu këtë sprovë. Mirë po, të nderuar vëllezër dhe motra, i nderuar i sprovuar, duhet kuptuar se jeta është e këtill. Do të thonë, ne duhet me i dash njerëz, duhet me u lidh me ta, po jo lidhje që kur nuk e parmendojmë ndarjen. Dhe në momentin kur vjen ndarja, pothuajse ka ndodhur diçka që kurse kemi prit. Vdekja është pjesë e përditshme e jetës tonë. Çdo ditë ne përcjellim të vdekur në barreza, çdo ditë dëgjojmë se dikush ka vdekur. Dhe kjo duhet që fillimisht të na rikujtoj dhe të na mban aktiv gjithmonë ka shik realiteti se kena me vdek. Ne ose dikush nga të afërmit tan. Kështu që nuk duhet këtë me bë, si me thonë, ngarkesë ditore. Jo që këtë ndikon në cilësinë e jetës tonë, por si realitet ta kemi parasysh. Dhe mos na zënë befasi, që mos jemi të gatshëm pastaj si të reagojmë në këtë situatë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që duhet ta përmendim është se është vështirë me kalu këtë sprovë. Mirë po, me besimin në Allahun e Madhnuar duhet me qenë lehtë. Nga se besimin në Allahun e Madhnuar të ndëruar ofron të gjitha lehtësimet e mundshme për t'ia dalë në këtë sprovë dhe në gjitha sprovat e tjera. Si na ndihmon besimi të kalu këtë sprovë? Fillimisht ne besojmë në caktimin e Allahut. Dhe besojmë se Allahu xhallahu ala gjithmonë cakton dhe gjykon me drejtësi dhe urtësi. Andaj, vdekja e vllaut është caktimi i Allahut xhallahu xhelalu. Ai ka dhënë kaq ymër me jetu dhe kaq ka marrë fund. Kështu që ne pajtojmë me caktimin e Allahut. Që është ajo fuqi që realisht na mundson që të pajtohemi me këtë caktim, fuqia e besimit në Allahun të Madhnuar. Pajtojmë me caktimin e Allahut xhallahu ala. E dyta, besimi na mëson se vllau është begati. Kush ta ka dhënë këtë begati? Allahu i Madhnuar. Prandaj ai ta ka dhënë. Ke mujt me qenë pa vlla, pa motër. Nuk e kishe shiju kur ëmbëlsirën e të pasurit një vlla, e të pasurit një motër. E ke shijuar, po e di që e kishe shijuar hala ende. E në rregull është kjo punë. Por spaku shiko edhe nënën pozitive. Njërit për shokët pejgamberit alayhi sallam kishte vdekur fëmijë i ri, i vogël. Ai kishte në udhëtim.
Dhe gruaja e tij kishte qenë me të vërtet një gru heroin, një gru me të vërtet besimtare sinqert. Dhe ajo u përgatit si me e qetësu burrin e saj, i cili vinte nga udhëtimi. Një thëmë ka pas probleme, ka pas ngarkesa, tregti ka shku më bo, fiton, humb, ka pas probleme, nuk është e lehtë, veçanërisht në kohën e kaluar. Dhe ai nuk deri që pas atë futet në shtëpi thotë ka vdek djali, çala ka gjetë me të merru njërin. Por ishte më të shumë e qetë. Parnon nonës me dek fëmiu, si është kjo? Shumë më vështirë se me dek vllau diku ose motra, normal. Ajo përgatit, e mori veten, u shtrëngua, dhe kur hyri burri në shtëpi, a u lodha, a mujtja si kalove, i kështë përgatit ushqim, ishte zbukuru që ta preste mirë. Edhe në muhabet e si për i tha, me të vetë diqka i ndëru më burë. Se dikush ta ka dhonë një dhurat, ta ka mundësu diqka, dikush të kap diqka në huazim, për të më thonë, një dhurat. Të kap në huazim, përdore këtë. E ka përdore, je shërbi shumë, të ka lecu shumë punë, por pastaj ka me e marë madhën e vetë. A i të nësh, të që ja, për kundërzi, jam shumë bërë njëzë, veç se me ka mundësu me e shfrizu një qërti caktuar, një pajisë caktuar, një mirë njëzë, edhe ati i takon e tjeshtë. Djalin që te ka për Allah e ke gëzu për doko, elhamna e ke shiu, e ke një erë në vladit, Allah e ka marë nga se i tjeshtë. Shiko sa është e fuqishme kjo, të nëruar me kuptu i vdekin. Të Allah të jemi, prandaj besimtari në goditjet parë, që ka thot, inna lillah, wa inna ilaihi rajiun. Të Allah të jemi, dhe tek Allah do të kthehemi. Ande fëmijën që e ka marë Allahu robin e vetë, krijesën e vetë, e ka marë vllahun ton, e ka marë motën e këtij, e ka marë prindin e tij, e ka marë këtë, i ka marë të vetë Allahu xhallahu ala. I ke gëzu për një kohë caktuar, ke mujt mos me shiju fare. Elhamdulillah që Allah ka mundësu me shiju. Andaj nuk duhet shikuar në pjesën e zbrazët të gotës. Tash jeta është e zbrazë për te. Shikon në pjesën e mbushur të gotës, se jeta ka qenë e mbushur me te. Dhe nuk mund të jetë e mbushur për gjithmonë, normal. Ka si jeta ka një afat skadence, si për mu, si për gjithë. Dhe kjo qasje në mundëson shumë e kuptu më letë vdekin. Gjithashtu edhe besimi në mëson se dunja është e përkohshme dhe ka ringjallje. Do të ringjallemi, do të dalim para Allahut me llogari dhe besimtarët mund të kenë mëkate. Shpresojmë tek Allahu të na falë mëkatet. Por e dim se besimtarët e drejtë në Allahun përfundimin e kanë xhenet. Përfundimin e kanë xhenet në përjetësi. Dhe ngushëllimi në raport me dikurit tonë është se sido që tjetë llogaridhënia, sido që tjetë domthonë çështja e gjykimit e vështirë, ndoshta me probleme, me ngarkesa për shkak mëkateve tona kështu më radh, gjithatë fundi është xheneti. Andaj duhet më lut për Allahun, o Allah falë mëkatet. Jap sadak për Allahun, që të lehtësosh vllaut tënd jetën e përtejme e që pastaj më letë ka ditë gjykimit, po ti përgatitu për ditë gjykimit që zbash me vllaun tënd, motrën, prindrit, të afërmit, dashnit, me gjitha, me Muhammedin alayhi salatu wasallam timin në xhenet. Kjo është të ndëruar vëllezër dhe motra realitet, kjo nuk është imagjinat. Nuk është kjo një injekcion dehës që realisht për pak çaste të shkput nga realiteti. Jo vallahi, kjo është realitet. Kjo është realitet. Nuk është imagjinat, nuk është iluzion, është e vërtetë. Kështu do të ndodhë, do të ringjallemi. Prandaj shpresojmë tek Allahu në xhenet. Dhe ndarja tashmë është ndarja përkohshme. Ndarja përkohshme. Edhe të disa dzesësh, pastaj vazhdon tutje në jetën e varrezave, po nuk e ndin më këtë mërzi nga se është të jetë atje. Dhe pastaj shpëlimi është xheneti. Me këto do të më thonë, pastaj tjetra më mendu. Ka vdek vllau, normal, është vështirë. Mirë po, shikon sprovat e tjerëve. Dikujt i ka ndodhur tana. I ka vdek familja në komunikacion. Allahu na ruaj nga kjo sprovë rënd. Ka vdek baba, nona, vllau, motra. Ka raste. I ka vdek njeriu, gruaja dhe fëmiu. Me babën i ka vdek në komunikacion. As për rënd kjo, shumë e rënd. Andaj, në çdo sprovë do të shikuar atë që është provuar më shumë se ne. Atë që është provuar më shumë se ne. Shkojnë të ndëruar, elhamdulillah, dhe është Allah që kjo paqe të jetë e qëndrueshme në lindjen e mesme. Që ndërprerja e luftimeve dhe vrasja civile në Gaza me vërtet merr fund. Ky të merr i atij mjerimi që kemi në Gaza, shpresoj që të merr fund dhe të frymojnë lirshëm ata banorë atje
dhe të ushqehen mirë, e të pinë mirë, e të flajnë mirë, nga të gjitha këtu i kanë munguar. Shikoj atje që i ka ndodhur. E keni patë rastin e asaj mjekës, se duke shërbyer në spital të rënuar, spital që i mungonin të gjitha elementet e rëndësishme, domosdoshme për të ofruar shërbimin më minimal pacientëve, të lënduarve, të plagosurve, ajo punonte aty. Dhe duke punuar, mori lajmi se 9 fëmijë kanë vdekur së bashku me burrin. Çfarë sprova është kjo, thonë shikos? Çfarë vërtetësi është kjo? Dikush më thotë, po ajo punë të veta, po mos thuaj kështu ajo punë të veta. Po shikoj si njeri, a përshë njerëzit me çka ballafaqohen, a përshë njerëzit me çka sprovohen, apo është kur të kthesh vetën tonë, a ke mujt me qenë një pyetje? Po ke mujt me qenë. Allahu të ka kursyer. Ta ka marrë një vëlla. Sprov, është vështirësi, vallahi nuk e lehtë. Ama ta kalon një vëlla tjetër ndoshta, ta kalon një motër, ta kalon babën, nënën, ta kalon gruan, fëmin. Ti si ka marrë krejt. Prandaj duhet shikuar nga një perspektivë për t'ia lecuar vetes tonë. Se ka njerëz që vuajnë më tepër, ka njerëz që ikin më shumë. Edhe teknik këtu që pa luftë, e mos flasim pastaj për raste e luftës që kemi pa të merr, mos e pafshim kurrë më atë që kemi pa në Gaza. Kështu që duhesh me aktivitet besimin nga shumë aspekte, për me i dhënë vetes motiv. Dhe tek e fundit, vëllai ka pas një afat caktuar tjetër se e ka shfrytzuar dhe ka shkuar. Ti do më vdek para kohë, lësoj jetën tonë, nuk di sot kam me ty edhe mu. Shfrytzoj jetën. Andaj këndelu, ktheu një jetë. Mos u çon mendime që vllau ka qenë, të kish me qenë, kimi shku, çka kimi bu. Jo, ka se këto mendime realisht e vështirësojnë tek kalimin e sprovës. Shumë njerëz ngjallin kujtime pa nevojë, në situata ku janë të dobët. Jo, tash në këtë kohë, kur ka vdek vllau, ka vdek nona, baba, kush ka vdek, pas ngjall kujtime një herë. Shikoj çish kimë u për të ardhmen. Se ngjalla e kujtimeve e vështirëson tek kalimin e sprovës. Se jemi dobët. Na ka dobësu sprova, goditja na ka dobësu. Edhe me dobësu veten edhe për te i kësaj përmes kujtimeve është e papërballueshme. Ne më thonë që këtu olke dishim sabaj për shumë kafe tash me kanë më dhënë pijen atë kafe. Kështu nuk këndesh kurr. Kështu e mbyt veten. Andaj nuk duhet këso mendime me qas kokën tënde. Nga se këto mendime janë realisht vezvese të shejtanit. Ai don me të mërzitë më shumë. Shejtani është interesuar me ashtu mërzin. Shejtani është interesuar mos me të lënë me gëzu asnjë moment të kësaj dunjaje. Me çka do qoftë që ai këtë arrin. Tash e ka gjetë përmes vllaut, aty e ka gjetë përmes nonës, këtij e ka gjetë përmes babës, aty e ka gjetë përmes gruas përmes burrit. Dikun e gjen një hapësirë që të futet aty edhe na mbush zemrën pezë me mërzi, e zgënjim që nuk shojmë pas zi. A dhe kjo është nga shejtani? A duhet me ngu shejtanin? A duhet me u bindë atij? A duhet me thonë shkatërëm sa të mundesh se tu kom dërzua? Jo vallahi. Jo vallahi kur e kam Allahu xhalla wala, ai ka më ndihmu. Në Allahun jam mbështet. Prandaj jo mendime. Jo para mendime. Tash çka kish më ndodh, ku kish më shku, e kena pasur me shku në deti, tash s'po shkoj në deti. E kena po plan me shku në këtë vend. Lej këtë sa ne kështu. Ka ndodh, pajtohu me realitetin edhe shikoj atë realitet. Më kthy në iluzione, më kthy të kaluara në kujtime, realisht nuk i bën dobi vetes. Ta gjithashtu nga këshillat ka shumë, por edhe përfundoj se ka shumë pyetje tjera. Nga këshillat është edhe lutë Allahun xhalla wala. Lutë Allahun te bareke ve taala. Lutë Zotin xhalla wala, Allah ndihmon. O Allah lehtësama. Kur mos tui po lut apo kurrë, vallahi jo. Po, nëse lutemi o Zot ndihmon. O mendje thot, zi po lutem, s'm kalon mu, ja kështu s'të kalon. Jo, me këtë qasë nuk kalon. I dërguar i alësim ka thonë, ud'u Allahe wa antum muqinune fil ijabe. Luteni Allahun duke qenë të bindur në përgjigje. Jo të bindur në mos përgjigje. Do njështë e lutin Allahun xhallala, po më ka thonë që mirë me bëj dua, më unë zbesoj që i bëj diçka që po bëj dua. Ja, kështu nuk vije përgjigje kështu. Ka se ti vetë një i rezervuar. Vetë ke, do më thonë, hamendësi në këtë aspekt. Po dyshon në premtimin e Allahu xhalla wala. Ja, Allahu xhalla wala nuk don, as nuk pranon që ati ti drejtohemi dhe me të komunikojmë me dyshim, me hamendësi. Jo. Allahu don bindje. Do me po zemër që ka bindje. Nuk di çush më përgjigjet.
As nuk e di kur në përgjith, a mund e di që e ku më përgjith. Andaj po të rokasën dhe në ti. Andaj ti po i drejtojmë, lutë Allah të barë këtala. Dhe me lena dhe gjellera, kime pashush, situata kom ndryshu. Ne i përmene ka gjithë të këshilla që shpresoj që ti kesh ti parasysh se çdo kusht tjetër që sprov me këtë sprov, apo çfarë do sprovë tjetër që ta përdorim besimin ton, ta përdorim imanin ton, ta përdorim edhe mendjen ton, logjikën ton që na ka pa Allahu xhallahu ala që ti simtutje. Është e palogjikshme me e shkatru jetën për shkak një të humbur. Një e humbur, edhe një me hupa? Sa vlen? Nëse ki nonën gjallë, se babën gjallë, ata një fëmijë kanë humbur, të hupet një fëmijë. Mërzia, veç barë bohën, fatkeqësisht, mos u bë barë kërkujt. Ose për shembull, i ka vdik burri, atash maja nuk është për kur gjë më. E fëmijë që kanë met, ata fëmijët babën e kanë humb, të është edhe nonën e hupën. Nuk ban, ose kundërta, për shembull, e kanë humb nonën, ama tash baba mu s'ka met për kur gjë. Veç duhet më net gati se mërzia shkatraj lëtë të mëtën, nuk ban kështu. Do të me shuku për para, nëse e ka hup njonin, mos të hupin tjetrin. Edhe kështu në raport me çdo kënd. Prandaj, do të me qenë fort. Wallahi di që është vështirë. E di që nuk e letë. Po çka të bëjmë? Kjo realiteti, do të vërduar tutje. Allah në ndihmoft, Allah në lesoft. Mirë. Kësaj pyetje kemi dhënë edhe sa përgjigje. Të disa njerëz thonë se luta nuk ka efekt. Këta njerëz nuk dinë. Këta njerëz nuk e njohin duan, as nuk e njohin Allahun xhallahu ala. Ai që thotë duaja nuk ka efekt, e nuk e njeh Allahun, as nuk e njeh lutjen që është. Ka efekt. Me lenin Allah xhallahu ka efekt. Nëse është për punë mira, duaja për të keq nuk ka efekt. Po, për shembull, dy njerëz janë konkurrent biznes. Njëri ka një biznes, tjetri ka biznesin e vet, njëjtën. Janë konkurrent biznes. Edhe me thonë, o Allah, mos jep atij bereqet. O Allah, mos jep atij punë, veç të fitojnë apo. O Allah, ata mushrinë që përshkojnë taj let vinë tonë. Ja, s'bën kështu, se kjo dua për të keq. Kjo dua me dëmtu vëllai të musliman. Duave të këqija të kësaj natyrë Allah si përgjigjet, normal. Unë bëhet dua, lutje për ti përmbush kërkesat tona, për ti të kaluar problemet, sfidat tona, për ti kuruar plagët e shkaktuara nga sprova të ndryshme, për të arritur synimet të caktuara në dunjë, edhe në ahiret. Mu lut, nuk është, korgjë, qysh nuk ka efekt. Kur Allahu ka thonë, ud'uni astajib lakum, më lutni ju përgjigjem juve. Dhe kjo fjalë është e pabazë, nuk duhet me dëgju këta njerëz. Ata që të dekurajojnë nga lutja, mos i nga. Kurdo që ju dekurajojnë nga lidhja me Allahun, nga komunikimi me Allahun, nga lutja Allah xhallahu ala, kurdo që ju dekurajojnë, thotë badi, po pibes doja s'ka diçka gënjin. Dhe gabim e kanë, nuk duhet mingu. Vazhdo me lutë Allah xhallahu ala, nga se klopna që kemi Allah xhallahu ala, edhe klopna që kemi derën e hapur, që gjithmonë trakasim këtë derë, e lutim me Allah xhallahu ala për çka do që kemi. Mirë, po në tjetër, nëse duhet me e kontestuar ndonjë çështje ndua është çështja jonë. Po lutesh, po Allahu të ka thënë shumë sara jo përgjigj. Ndoshta ushqimi, fitimi nuk është halal. Do të pasur fitimin, pasur gjuhën, mendjen. Edhe këtu ka çka më investu. Nëse doja gjithmonë është ajo që ka efekt, gjithmonë. Mirë, thot, edhe kur jam vetë ngusht, mundohem me dhënë sadaka, ashtë më bletë kjo, pa dyshim se po. Normal, kur njëri ngusht, të ndëruar shikues, edhe ki obligimin dhe familjes tonë. Nuk bën me ilon familjen keq, në çështjet e domosdoshme, e me një modikut. Kështu s'bën. Për shembull, fëmia hekin për në tesh, për veshmbathje, për diçka, ti me dhonë, ja, mas pari duhet familjen për atu. Normal, kërkesat janë të pafundme. Mos po flas për luksin, s'po flas për komoditetin e rahatin, po flas për punët e domosdoshme. Punë domosdoshme, mos pari familja, pastaj të tjerët me radhë. Edhe sa më shumë ndihmon, Allahu të ndihmon ty. Dhe këtu ki sevap shumë, me lenin Allah të mëndum. Sa situata më e vështirë dhe prap jep, padyshim se shpërblimi është shumë më i madh.
Thot, kur shoku gabon e unë e fali. Nuk ka më mirë. Allahu Jalla wa tha, fa'fu, wasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allahu Jalla wa tha, falni, edhe te kaloni, hapni faqe të re me njerëzit. A doni që edhe Allah më ju fal juve? Pa dyshim se po. Prandaj ai që fal e fal Allahu azza wa jall. Ai që fal Allahu e ngrit në drejgje. Ai që fal Allahu Jalla wa ruan, i jep shëndet e bereqet atij familjes tij. Prandaj me fal është punë e madhe. Me fal është punë e madhe. Hot kam kushërin që kurs më kujtojnë, a duhet prapë me imbar lidhet me ta? Majti me ta lidhet. Ata strasin të thirri. Për shembull ti i thrat që sheni janë lëtë çabot. Vallai mirë që elhamdullah, çështë të metëm pret ata thirrën, pa thirrët jam. Ata nuk vizitojnë, ti vizitoj ata. S'pesh punë. Kjo është esenca, nëse ka ndonjë çështje tjetër mes kësaj, atëherë çdo situatë trajtohet në bazë të rrethanave që i ka. Mirë po, në esencë po flas, në esencë në bazë të parimeve të besimit, domethënë duhet me i mirëmbajt lidhjet fërmësore, edhe kur ata nuk i mirëmbajnë. Zotin, kjo quhet mirëmbajtje. Nëse ti e kujton atë, e thirrë i shkon, e ajt vjen, kjo është krim i të mirës me të mirë. Ajt ka bën mirë, ti bën mirë. Mirë po, kur ai nuk e bën kët, nuk është i kujdesshëm, e ti rrin gati lidhje fërmësore, atë këtu ti bën mirë. Që kjo është vepër e mirë. Që kjo është vepër e mirë apo. Thot nga njëre veç me zemër lutna, pa i thënë me fjallë, a prënot kjo? Jo, duhet me thonë me fjallë. Jo me zo, me të një dikosh, a me bërtit jo. Pas paku në veti, me leviz buzët, dhe sa e do gjënë vetën tonë. Sa e do gjënë vetën tonë. Levizja e buzëve është e kërkuar, nga se lutja është fjallë, nuk është mendim. Nëse me zemër i jetu bo lutja, ti jetu menu me bo lutja. Këse zemra menon, nërsa gjuha e shprej. Pra e duhet me shprej lutjen gjithësësi për të llogarit lutje, për të llogarit kërkesë. Thot, kur jam punë, shpesh e fali namazin me ngut, a ka vlerë. Namazin duhet me falë, qashtë, kudo që t'jesh. Tash me ngut, që ka në kupton? Ngutia e cila, do me thonë, rrezikon pranimin dhe vlefshmërinë e namazit, është ajo e cila, do me thonë, pa mundson, ose nuk mundson, kushtimisht, nuk mundson kryerjen e duhur të kushteve të namazit. Për shembull, në sejdë, subhanallahu, zënë që pëllat, sot një herë e gute, subhanallahu adhim në ruku, ose e kënë elhamin, shpejt nuk di që pëllat. Jo, kjo gabim është. Këto rrezikon që me tup namazin. Mirë po, për shembull, kur je vetë u falë kiko ma shumë, nështë ta ma ka dalë të shë, Elhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shkon së në ruku, thosh Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, ma ka dalë. Apo, tash, kur je pak ma përgut, thosh Elhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Që për shembull, që kjo fan gutie, dhe ishte pranohet. Pas e ki rasin, po kjo s'bën më shpeshtu, namaz me kontë kujdesshëm. Nëse për shembull nuk i kohë më fal namaz në punë, dhe duhet me ngut, atëherë mos i fal sunetet, ama farzin fal e bile që duhet apo. Sunet i falin kur shkon te shtëpia, s'prish punë. Ama dikush i fal për shembull 10 rekate drejk, edhe këtë 10 janë të ngut. Jo, s'paku farzin fal më ka dalë. Farzin fal më mirë, nga se farzi i kërkuar dhe është pjesa më e rëndësishme e namazit. Mirë, thotë, shumë shpejt mërziten për njerëzve, për fjalëve tyne. A hynë kjo në gjuna? Varet tash, nuk e di pse shumë shpejt do mund mërzitesh, pse fjalët tyne mund tjetë një gjendje jote ndoshta e ngarkuar, mund tjetë një ngarkesë psikologjike, mund tjetë gjithë shka, nuk e di çka mund tjetë. Por, në kuptimin fetar, nëse mërzitesh për fjalët njerëzve, për shkak se shëvet janë shumë më të mirë që këta ato që po flasin gjunahin apo. Nuk bën kështu. Nga se do njerëz që të ligët këqij po thosh,
Mërzitin se flasin keq, ama me njerëz që rrin normal, flasin, diskutojnë, me pa vetën që e manal të mërzitin me ta sëmrijet mu, kjo gjëra. Qase kjo është mendje mallësi. Mendjen që mund njerëzit me përbuz njerëzit, është mendje mallësi. Është vetë pëlqem me menu që veç të den tjerë nuk po din. Nëse nga që kjo perspektivë është, gabim është. Normalisht, nëse nga që kjo është. Nësër për shembull para gjykim, ta kësha po kallzojnë një qka, kësha po dim, mërzitin që çfarë tema flasin, i para gjykojnë për shembull, këta e kanë për mu për ma qesin, kjo para gjykim. Andaj, varet çka e kanë nxit, çka e shkakton këtë mërzi, kaq të shpejt në raport me njerëz dhe fjalët e tyre. Varësisht nga ajo çka e kanë nxit, mund të gjykojmë pastaj edhe a është gjuna apo nuk është gjuna. Nga se të ndëruar, në esencë njeriu është i prirur që me e dëshiru shoqin me diken. Njeri në esencë është i krijuar me ikë nga vetmia. Njeriu natyrshëm e don shoqërinë dhe natyrshëm e urren vetmin. Natyrshëm. Por ka raste kur shoqëria, për shembull, nuk të ofron qetësi. Vetmia të ofron qetësi. Gjithkush penive ka raste kur shef me kon vet. Këto janë situata të veçanta, specifike, po kemi ka pak ndaj me pushu. Kena nevojë të nami u përkushtu pak vetës tonë. Kena nevojë pak me nda ku me menu për vetën tonë. Ka po shkojmë, si kena punë me Zotin, punë tona, kena nevojë, padyshim se nëse të pendet me njerëz, lodhin njerëzit. Normal. Prandaj, me pas situata kur ki nevojë me nejt vetë, kështu me radhë është e natyrshme, direktor në rregull. Mirë po, vazhdimisht njerëzit me shku nerva, vazhdimisht me mërzit për njerëzve, vazhdimisht mos me mujt me dru njerëzit, atëherë këtu ka një problem. Do të më shiku, mos është ndonjë problem, ndonjë tendencë depresioni, ndonjë ngarkesë caktuar psikologjike që s'pat lën më kënaq me njerëzit, duhet me trajtu. Nëse është nga ato që përmana, sikurse i thash më herët, mendimallësia, vetpëlqimi, paragjykimi, në çmimi i njerëzve kështu më radh, atëherë kjo padyshim se është mëkat edhe është ndaluar. Thotë, s'kam guxim me kërku halal për dikujt ball për ball, a bën mesazh. Shpesh punë. Më rëndësishme që pala që po i kërkon falje, me e kuptu se ti po i kërkon falje. Kjo më rëndësishme. Me e kuptu aj, apo aja, se ti po e pranon gabimin, ti po e pranon që ki gabu. Në rregull është, shpesh punë. Me mesazh, me ball për ball, nga njëri në disa gabime që bëhen normalisht që ndoshta është vështirë me i kërku dikujt halal. Nuk ka lehtë me i kërku halal. E kuptoj këtë, padyshim. Mirë po, jo gjithmonë. Nga një duhet me gjithë guzim. Me ullë, me falë, po në të kërkoj falje. S'me ish punë. Po ka situata caktuara kur edhe me mesazh, me Allah besoj që mjafton, nga se ai e din kush i ka dërgu, e din për çka i ka dërgu, edhe domthonë më rëndësisht se halal i kërkohet. Tani është ndonjë ti se si e kthen mesazhin, por është dashur me kthy pozitivisht në kuptim të thojë se ta bën halal edhe e ka të i kalu problemin që ka pas me ty. Nëse s'mëj me falë gjuman, a është gjuna, apo çka me bën atë rast? Gjumaja është nga obligimet madhore në islam. Është nga obligimet që nuk bën me ilon. Duhet me gjithë mundësi me falë gjuman. Kjo është esenca. Ta nëse ki një rast specifik, ki një rast veçantë të jashtëzakonshëm që pa mundson me të vërtetë me falë gjuman, atëherë fal drekën. Por nuk bën kjo me kontradikt, nuk bën kjo vazhdueshme, e para, edhe e dyta nuk bën me qenë për çka do qoftë. Do të me qenë për situata me të vërtetë shumë specifike dhe shumë të veçanta. Kemi telefonat të inkuadrojmë, urdhëni? Urna, po i dëgjojmë. Alo. Po urna. A bani pyetje hoxhës. Po urna, hoxha, po dëgjojmë që urna. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një vëlla që don me shkon numre. Po. E me vllahën e vet nuk fol, unë shkoj e nuk vjen. Po, unë bëj çuditën që shkojnë ata, që shabojnë ata. E të vllahën nuk vjen, e unë i smut jam, e don me shkon numre, e të vllahën nuk vjen. E don me shkon numre. E kuptum, faleminderit shumë. Allahu të ndihmoft.
Po. Hajde, notër mirë. Umre është adhurim, është vepër e mirë. Dhe besimtarët që shkojnë në umre, bojnë punë të mirë. Mirë po, rasti që e dëgjuam, tregon se diçka këtu nuk është në rregull. Ai njeri që shkon në umre, shkon për hir të Allahut. Shkon për shkak se e ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shku në umre. Kush na ka mësuar me umre? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na ka mësuar Kur'ani me shku në umre. Na ka mësuar çabën Allahu xhalla xhalu. Mirë, Allahu që na ka mësuar çabën, na ka mësuar umrën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që na ka mësuar umrën. Allahu xhalla xhalu na ka mësuar me dash vllahun, me respektu vllahun. E pse këtu po e dëgjoj, këtu po e dëgjoj, s'e kuptoj. Ka problem këtu diçka. Prandaj duhet me vizitu vllahun. Duhet me kërku halal Allahut. Do të me vizitu vllahun që është i smut, patjetër. Mirë, po nëse ai ka arsyet e veta që na nuk po i dim, do më shkon umre, kjo është mestim mes Allahut. Unë nuk po them që nëse shkon në umre ai që s'fut me vllahun, umra nuk i pranohet. Shpresoj që umra të bëhet sebeb të pendohet tek Allah xhallahu ala. Ose që umra të bëhet sebeb të zbutet zemra, e më vërtet nga umria atje me thirr vllahun, Allah më bën halal, pivani shej për të kërkoj halal. E kështu me radhë, me bëu dua për Allahun e vet. Shpresoj që të jetë kështu. Mirë po, megjithatë, edhe nëse kështu është umra, megjithatë nuk ka mundësi me arsyetu dikë që me të vërtetë gjen hapësirë, gjen mundësi, gjen vullnet me shku në umre e nuk gjen vullnet me vizitu vllahun e tij. Fatalisht kjo është padyshim, fatalisht kjo është e qortuar dhe nuk është në rregull. Allah na pajtoft me vetë na ruaj nga sherri i shejtanit. Mirë, kjo është pyetja me telefonat. E patëm edhe pyetjen për xhumë, thashë duhet me fal xhumë në esencë, përveç nëse ka raste specifike të veçanta që më të vërtet fetarisht lirohesh nga falja e xhumës, sikurse për shembull me kon i rismut, me kon për shembull i pasigurt me shku në xhumë, për shembull mund të jetë në një situatë e vështirë, luftë për shembull, s'mund të shku në xhumë, normale. Ose për shembull, kur kemi pas pandeminë e Covid-19, nuk ka mund të më falë bashkë. Normal ka pas fatkeqësisht javë që se kemi falë xhumën, po kemi qenë të arsyetuar normal, se ka qenë për shkak të një pengesë të pranuar fetarisht me mendimin e dietarëve të kohës tonë. Prandaj nëse ka arsye fetare, po nuk e fal xhumën, e fal rekën. Mirë po, duhet për këtë me e konsultuar një hoxh. Nuk duhet vetëm marrë vendim me thonë që unë s'poj me shku në xhumë dhe s'po shkoj. Jo, të me vetë dikon. Nëse kush të ka thonë që domthonë arsyetosh. Feja nuk na ngarkon për të mundësive të ndërmuar. Wallahi, feja nuk na ngarkon për të mundësive. Allahu thotë në Kur'an la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askë për të mundësive. Mirë po, që kjo mundësive duhet të verifikohet me argumente fesë. Jo me mundësitë e mia që është më nëse të tjerë. Jo. Ja parashtrojmë fesë këtë çështje dhe feja, pastaj gjykojmë për mundësitë tona, a kena mundësi apo s'kena mundësi. Nga sa ato mundësi është Allahu xhallahu ala i ka përcaktuar, andaj ai din më së miri se kur ne mundemi dhe sa ne mundemi. Mirë, kemi telefonin në kuadrin urdhëni. Selam aleikum. Aleikum selam. Gjithë tani pyetje hoxh, a është leju me i këndu qëllimet për dikën, qoftë është një gjallë apo dhe i vdekur? A lejohet? Po, e kupton, po në rregull. Faleminderit. Qëllimet janë, domethënë, një praktikë që bëhet në vendin tonë dhe në vende ndryshme të muslimanëve, ku disa herë me mirë herë thuhet la ilaha illallah, dhe sevapi i asaj vepre i dedikohet dikujt prej njerëzve, kryesisht të vdekurve. Kjo nuk ka qenë praktike Muhamedit alayhi salatu wasalam, ai nuk i ka mbledh shokët e tij apo dikant që ta bën këtë punë. Dhe përderisa ka zgjidhje tjera fetare, në përputhje me udhëzimet e pejgamberit, mendoj që ato janë të duhurat, ato të minjek. Për zekurit tonë do të më bëdo, për shkak bëja dua dhe Allahu xhallahu ala i ndihmon. Japëm sadaka, sevapin e sadakas e merr i vdekuri, nga se për këtë ka praktik që ka bën Muhamedi sallallahu dhe udhëzime që na kanë ndihmuar në këtë aspekt. Prandaj udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, kemi telefonin kuadrojmë urdhani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje.
Spori, Assalamu alaikum, Hoxh, Allah të shpërmblet që e rën kohën për më na u përgjigj këto pyetje. Faleminderit shumë për vlerësimin. Unë vetëm I kam tre pyetje. Urna. Spori, kom fillu me mësu për Sheh Albanin. Po. Deshta me ditë që shka arrit me mi verifiku saktësin e hadithët. Që është hadith e vërtet, që është e gabuqme. Po. Po, shumë. Tjetër është qysh me rrit friksin me jutut Allahot privatsi. Në më thonë që nam shumica muslimanëve më katojnë kur janë vete e harrojnë frikën e Allahot. Po du me rrit. Shumë rëndësi, po, shumë bukur, po, orda, po. Edhe deshta me ditë qysh do të me qenë marrëdhënia midis vllaut madh edhe të vllaut vogël. Na e dim që çdo person do të më ndëgju prend. Po tash shembull vllau midis vllaut. Vllau I madh a ka drejt për shembull me më kon shefi I vllaut vogël ose me urdhëru banet çto banet çeta, apo ndoshta nuk ka drejt. E qartë, shumë më rëndësi, po, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Që ka thënë një Allah ju shpërblet të gjithë, ty e këta të ndëqime. Faleminderit se ju e kaloj ushtimi I Zotit Rujt, faleminderit shumë. Pyetja e parë ishte për dietarin e njohur të kohës tonë, dietarin Imam Albanin, Allah I mëshiroft, I cili ka qenë I njohur në shkencën e hadithit, po jo vetëm. Ka kontribuar edhe në shkencë të tjera, por ka qenë më I theksuar dhe më I veçantë në shkencën e hadithit. Shkenca e hadithit ka të bëjë me transmetimin e thënieve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprave të tij dhe aprovimet e tij. Në këtë që ka të bëjë me Muhamedin alayhi salatu wasalam, shkenca e hadithit mirë me të, në aspektin e fjalëve, veprave dhe aprovimeve. Ndërsa sa përket biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me këtë mirë pastaj një shkencë tjetër, edhe pse është në kuadër të verifikimit të transmetimeve që vijnë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dietarët për këtë çështje janë interesuar shumë herët. Kanë vendosur rregulla, standarde shumë strikte, që në bazë të këtyre kanë bë verifikime e transmetuesve. Domethënë, të gjithë ata që janë pjesëmarrës në transmetimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që janë më mirë transmetues, janë të identifikuar në libra. Janë të shënuar në libra, filoni Peseku. Pastaj, të gjithë ata transmetues e kanë një biografi të shënuar të libra që flet për ta, kush kanë qenë, prej kujt kanë mësu, sa kanë qenë sigurt, sa kanë qenë fetar, sa kanë qenë për shembull të fuqishëm në mbamendje, sa kanë qenë, ku kanë shku, gjithë ta detajet për jetën e tyre, që ka të bëjë me pjesën, domthonë me pjesën e dijes shkencore të jetës së tyre. Dhe këto tash janë transmetuar në libra. Këto libra të vjetra 1000 vjet, 1200 vjet, 700 vjet, 800 vjet. Dhe çka bën të dietari I kësaj kohe? Vjen edhe I merr to libra edhe I ka përpara vetë transmetimet. Një hadith thot nga filoni prej filonit, e ky pi filonit, nga ky sahabi, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ki një zinxhir transmetuesve. Tash ti merr ta zinxhir transmetuesve I verifikon një nga një. A janë besueshëm, a janë transmetues, çka ka thënë dietar për këtë? Kjo është një fazë. Pastaj bën edhe ballafaqimin e transmetimeve. Kjo ka nga ky rrugë, kjo ka nga ky rrugë. A ka kundërshtime? Nëse ka kundërshtime, pse ka kundërshtime? Për shkak se njëri ka qenë më I dobët në mbamendje, tek më I fuqishëm. Mirë transmetimi atij që ka më të fuqishëm mbamendjen. Don është një shkencë në veti. Është një shkencë me të vërtetë shumë precize, shumë e saktë që Allahu ka dashur me të murujt fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sot padrejtisht ne flasim për hadithin. Nuk e dim nëse është sigurt, kjo është shpifje. Kjo është nënçmim, domthon ekstrem, nënçmim poshtrues, fatkeqësisht, që njerëzit e këtij ja bëjnë karavanit të dietarëve të hershëm që janë përcjell shekull pas shekulli përvojat dijet e tyre për të harruar hadithin e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Andaj nuk është Albani dietari vetëm që vënë këtë çështje. Ja marr dietar. Shekh Albani ka varur një traditë të dietarëve. Gjithmonë kanë të bëjnë verifikime, të bëjnë. Dikush mund ata të parë as kanë bërë verifikime, kanë bërë, po ka mos pajtime. Nga njëra, dikush ka thonë është hadithi vërtet, dikush ka thonë është i vërtet.
Tash ky çka bën? I merr mendimin e dietarëve edhe i ballavaçon. Në bazë të argumenteve, pastaj bën krahasimet, nga se ka aftësi, i ka mjetet për këtë çështje, i ka mekanizmat e duhur të shkencave ndryshme, që ato i përdor duke i përpunuar argumentet, vjen tani përfundimi i caktuar. Prandaj nuk është nga shkencët më të vështira shkenca e verifimit të hadithit. Shumë e vështirë. Të merr kohë me orë, nga një me ditë e me javë me verifikimin e hadithit. Që në fund më thonë është i saktë. Nuk e din, wallahi. Do më thonë peshën e kësaj, nuk e din vështirësinë e kësaj çështje, pasaj që i studion këto çështje dhe i din se çfarë bëhet kjo punë. Prandaj Sheikh Albani, Allahu e mëshiroft, e shpërbleft, e gardon me gjithë atë e dietarët e tjerë që medver s'kan kursuar as jetën, as kohën, as mundit që na vije feja e pastër nga gjitha ndërhyrjet që kanë tentuar njerëzit me qëllim ose pa qëllim gjatë historisë me i anvesh fesë tonë. Tash e dim saktësisht çka ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kanë kaluar 1450 sa vjet, domethënë pe kur ka pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj të ndëruar, kjo punë e madhe, kjo punë është nuk e ka popull në botë, nuk e ka fe në botë këtë shkencë të verifikimit, të ruajtjes, të transmetimit, që shë kena dhe muslimatët. Është kënaqësi për neve kjo. Dhe ka dashur Zoti xhallal xhelal që në kuadrat të dietarëve që janë marrë me këtë çështje madhore të ketë në zinxhirin e mbrojtësve të hadithit edhe shqiptar. Sikurse janë dietarët Sheikh Albani, Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Sheikh Shuaib Arnauti, Allah i mëshiroj me të mira, që janë të njohur sot në botën islame si kolos të dijes së hadithit dhe mbrojtës të fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është shkencë vetë e gjatë që në pak pesoj përmana që rresh me kuptues se si funksionon kjo, në kjo ka mendsi, në kjo ka vallë menaj. Kjo është shumë e vështirë, vallahi është shumë e vështirë. Unë shumë pak di për kësaj. Unë kam prodhuar fakultetin e hadithit, kam studiuar hadithin. Dhe kemi pas gjatë studimeve don detyra, punime, studime, me nxjerr një hadith, me verifikun një hadith. Shpunë. Një transmetues të hub dikon me gjetë ku është, nuk ka lehtë me gjetë ku është, me verifiku kush është ai. Është punë e madhe, vallahi është punë e madhe. Me shkut jap Allahu bereqet, e t'jap Allahu sukses. Se logjikisht është probleme para nu çysh ka mund të më bëj kësaj pune. Ama kur futin këtë shkencë, edhe i sheh detalet, i sheh shpjegimet, habitesh, domethënë me profesionalizmin, habitesh me të vërtet elegancën e dietarëve që e kanë dëshmuar në perfeksionimin e kësaj shkence që detaje janë interesuar për gjithçka, vetëm që të mbrohet fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se fjala e Muhamedit është fe, andaj e ka ruajtur fenë e Zotit te barekutaala. Dhe Allahu xhallahu ka dhënë sukses, nga se Allahu ka garantuar se ka marrë këtë fe. Ai është garantuesi. Dhe një nga sebepet që Allahu me to e ruan fen janë këta dietar. Pse Allahu si duan sebepet e ruan çu çdon. Mirë po, nga sebepet, nga shkaqet e ruajtjes fesë janë dietarët që e mbrojnë fen nga çfarë do ndërhyrje. Qoftë teprim në fe apo qoftë sungim fe, shtim fe, paksim fe. Çka do qoftë? Që feja të mbetet në kornizat e asaj që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u ka lënë të pastër, të kompletuar, të sqaruar si duhet shokëve të tij, e ata me besnikëri pastaj e kanë përcjell tek gjeneratat, pastaj dietarët i kanë përpunuar, i kanë rikthyer në dispozita në sqarime, e është trashëguar pastaj kjo gjenerat në libra, edhe sot mësohet feja sikurse ka qenë në kohën e Muhamedit alaihi salatu wassalam. Sa përket pyetjes së dytës, pyetje shumë e rëndësishme, frika në vetmi. Madje është treguesi i besimit, është treguesi i imanit. Ka shumë udhëzime për këtë çështje, ka tema për këtë çështje që shpjegojnë, ka libra për këtë çështje, nga se është çështje e ndihshme, jo lehtë e realizueshme, mirë po një po ta them. Ty vetë të gjithëve. Ai që një Allah xhallahu ala. Ja ka frikën Allahut edhe vetmi. Ai që një Allah mirë. Nëse paramendon se Allah është as-Samia, Allahu dëgjon. Çka i bën Allahu dëgjon? El-Basir, Allahu sheh. Çka i bën Allahu sheh? Ash-Shahid, Allahu dëshmitari, dëshmon për çdo vepër që ke bëu. Kudo që ke bëu, ai është dëshmitari. Këtë dëshmitar mund me konë gjumë, mund me konë verbër, mund me konë s'kan pa, mund me konë. I vetëmi që është i gjallë, shet gjithë shka. Dëshmitari të gjithë është Allahu te barekutaala. Ai dëshmon, e këtë e ke bërë këto.
Ata e që një Allahun kështu, nuk ka mundësi. Do më me qenë aq i pakujdesshëm në vetmi. Kur një Allahun e don nga dashuria, në vetmi do me komuniku, jo me kundërshtu. Njëri kur e don dikon, menzi për të më vetmu me të. Jo mu përla me ta, po me shkëmbyt qasët këndshme me të, edhe besimtari. Vetmin me Allahun e ka nga kohët më të këndshme, për shkak se e përmend, i përgjerohet, i ankohet, i dorëzohet, larg zhurmave, larg shikimeve të njerëzve. Prandaj vetmia është rast për përmirësu komunikimin me Allahun xhallahu ala, jo për ta përkeçu këtë komunikim me Allahun te barekuta. Kush e njeh Allahun ç'është ja bën. Po edhe frika ndaj Allahut xhallahu ala, ai po të sheh. Andaj ka mundësi që kur dish nesër ose mas nesër, ose kur do qoftë, nuk e din kur. Por mund të jetë një moment kur hetse pret dikush dhe Allah e demaskon. Dhe Allah e bën hor. Prandaj mos e provokoni durimin e Zotit. Mos e provokoni mbulimin e Allahut xhallahu ala. Ai na mbulon gjithve. Ai din mëkatet tona. Të ndihemi keq. Të mundohemi të bëjmë më të mirë. Mirë, po jo me provoku. Jo që Allah të jetë shikuesi më i parëndësishëm në jetë. Më rëndësi është njeriu, më rëndësi janë pëlqimet e njerëzve, fjalët e njerëzve, se kënaqësia e Allahut, e shikimi i Allahut, e mbikëqyrja e Allahut mbi neve. Kjo është çaj dobësisë e imanit. Prandaj besimtari kujdeset për një iman cilësor të qëndrueshëm që ndërtohet mbi njohjen e Allahut te barekuhu teala, e ky besim pastaj i mundson që edhe nga dashuria, por edhe nga frika, të jetë i kujdesshëm në çdo situatë nga Allahu te barekuhu teala, në veçantë në vetmi Allahu na ruaj. Dhe pyetja ishte marrëdhënie te vëlla, po, normalisht vllai i vogël duhet të ketë respekt ndaj vllaut të madh. Mirë, po, raportet mes vllaut të madh dhe vogël nuk janë sikur raportet mes babës dhe djalit. Kemi për obligim me i dëgju prindërit tanë. Prindërit tanë kena për obligim me i dëgju. Dhe nëse për diçka e ka autorizuar baba ose nona vllain e madh në rrugtim për shkak që ngoj vllaun dhe rrugës ka shkon, ose për një punë caktuar, keni më bashkë me vllain dhe prind ka thonë duhet me ngu vllain, atëherë duhet me ngu për shkak se prind kanë kërkuar prej teje me ndëgju vllain e madh. Domthonë kjo është e para në kuptim juridik. Kuptim moral duhet me ngu vllain më të madh, sa i din më mirë. Por normalisht jo gjithmonë. Jo që të shndrohesh në një të zhveshur nga çdo liri për shkak se vllai më s'po lën. Jo. Pastaj të dallon mosha. Se vllai ka 20 vjet, 25 vjet, ti ke 10 vjet, normal që kimi ngush, është më i vjetër, është më i pjekun, më i dishëm, e ngujna. Nëse për shembull mosha është e parafort, 20 me 17, 25 me 20 për shembull, normal që këtu duhet të pas mirë kuptim. Këtu ka respekt moral. Por juridikisht nuk bën gjuna nëse nuk e ndëgjon nga njëra për faktin se ki arsye mos më e dëgju. Por duhet të pas mirë kuptim. Dhe duhet të pas respekt, i vogli duhet me respektu më të vjetrin, gjithmonë. Ama po flas në kufit të respektit moral, në aspektin juridik, e ki bashkë me ngu gjithmonë, nuk mund të themi nga se gjithkush e ka lirinë e tij dhe e ka hapësinë e vrimit të tij, ndërsa në kuptim juridik e kemi për obligim me ngu prindërit tanë. Kjo është obligative, edhe kjo i ka përjashtimet e veta, por në esencë mbetet që edhe vllau i madh, edhe vllai i vogël, edhe motra, edhe gjithë, do me respektu prindërit, e mes veti më dashur, e më respektu, padyshim se i madhi i ka të drejtat e tij, edhe ka shit voglit, po edhe i vogli ka të drejtat e tij ka shit madhit, duhet në emrin të Allahut më dashur, më ndihmu, më respektu, ka se kështu Allahu xhallahu na don, edhe Allahu xhallahu na ndihmon është i kënaqur me neve. Kjo është e nota fundit për sonte, të nderuar shikues, edhe pyetjet, domethënë që kanë ardhur, jemi përgjigjë në shumicën ndërmuese të tyre, me çka ardhe fundi i emisioni, unë me kaq po e përfundoj sonte. Allahu na takoft gjithmonë të mira. Allahu xhallahu ala ju dha shëndet për çet kudo që të jeni. E na mundsoft Allahu xhallahu xhelalu që të takojmë gjithmonë në shëndet, në mirëqenie, në rahati, në udhëzimet e Allahut dhe në ndjekjen e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne takimin dashur. Assalamu alaikum wa rahmatullah.